6 vjeçarja Nefel Hazislari ka ndërruar jetë pas 6 ditësh lufte për jetën në spital në pediatrinë e Tiranës pas një tragjedie që ndodhi më 19 tetor në banesën e saj në Maleq. Vajza e vogël u dërguar me urgjencë në spital me djegje të rënda në 45% të trupit pas një zjarri të fuqishëm që përfshiu banesën e familjes Hazislari, duke shkaktuar humbjen e jetëve të 2 anëtarëve të tjerë të familjes. Me 19 tetor, një zjarr i fuqishëm përfshiu banesën e familjes Hazislari në Maleq, duke shkaktuar vdekjen e Rahime Hazislari, 40 vjeç, dhe të Luka Hazislari, 13 vjeç. Zjarri shpërtheu në kushte tragjike dhe të papritura, duke lënë 2 fëmijë të familjes me plagë të rënda. Vajza 6 vjeçare Nefel, e cila kishte festuar ditëlindjen e saj vetëm një ditë para tragjedisë, nuk mundi të mbijetonte plagëve të shkaktuara nga flakët. Pas një periudhe të gjatë trajtimi, ajo ka humbur betejën për jetën. Familja Hazislari, e cila jetonte në kushte të vështira ekonomike, ishte e mbështetur kryesisht nga Valentino Hazislari, bashkëshorti i Rahimes, i cili ishte i punësuar në sektorin e ndërtimit. Në momentin që shpërtheu zjarri, Valentino nuk ndodhej në shtëpi, duke lënë gruan dhe fëmijët vetëm për të përballuar tragjedinë. Sipas informacioneve të policisë dhe hetimeve paraprake, dyshohet se zjarri ka qenë aksidental. Burimi i zjarrit mund të ketë qenë një sobë druve që ishte ndezur në kuzhinë, ndërsa në dysheme gjenden një dyshek sfungjeri. Po ashtu u gjetën disa fije shkrepse, por nuk ka ende një shpjegim të saktë se si ka shpërthyer flaka. Hetimet janë ende në vazhdim për të zbardhur me saktësi shkaqjet e këtij incidenti tragjik. Nëna e 2 fëmijëve ka tentuar të shuajë flakët dhe ka arritur të nxjerrë vajzën e vogël Nefel në abort nëpërmes dritares. Tragjikisht, ajo është rikthyer brenda për të shpëtuar djalin e saj Luka, por nuk ka mundur të dalë më. Fatkeqësisht, djali 13 vjeçar është gjetur më vonë pa shenja jete. Fëmijët e alarmuar nga të qartë dhe thirrjet për ndihmë hapën me forcë portën e jashtëm të banesës, e cila ishte e mbyllur me çelës dhe gjetën Nefelin të mbuluar me djegje të rënda. Ajo ishte në një gjendje të vështirë shëndetësore dhe pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për ta shpëtuar, humbi betejën me jetën disa ditë më vonë. Nga dëshmitë e drejtanishme dhe provat që janë grumbulluar në vendngjarje, dyshohet se nëna ka tentuar të shuajë flakët dhe ka arritur të nxjerrë vajzën nga drejtarja. Pas përpjekjeve të dështuara për të shpëtuar djalin, Rahime Hazislari ka humbur jetën si pasojë e asifikse nga tymi i dendur. Sadik Halili, shefi i zjarrfikses, ka dhënë detaje të rëndësishëm mbi zhvillimin e ngjarjes. Ai ka treguar se fillimisht djali është gjetur me shenja jete dhe është dërguar me urgjencë në spital, por për fat të keq ai nuk mundi të mbijetojë. Nëna u gjet pa jetë, e afiksuar nga tymi dhe pa mundur të shpëtonte.